Qëre, unë për ja thamë një diçka të risht. Se tonë do që me dhimbje thamë, do që për një me thamë një trishtun, për diri so nësët këto flasimi, se cili prej neve nështë ta ka jetën pak më të letë, dikush pak më të ranë, po logaret atje një vedije komtare që e ka zgju prej gjumit që s'kish mujt me bo kur sukur familja e shore neve në rënohen kullat atje. Vespse për ja thamë që dalja publike UÇK-s, jo dalja publike e 28, e 28 nëntorit 1997 e mujës lavdi jetës e regjës që është së gjallë, po 5-6-7 marsi profesor e ka lekund, ja ka prish matematikat edhe tana organizime politike në atë kohë, edhe LDK-s, edhe LPK-s, edhe vetë strukturave të UÇK-s. Mendoj na kemi qenë me fat, pse ka ndodhur ajo, edhe pse është çmimi i rani pagull për lirinë e Kosovës. Veç po harroni për unë që i kom pas në atë kohë 17 vjet, nuk po flas për Prishtinë. Po flas për Malishev që janë mush autobuset me shku me dëgju dragonën e cecën në Shumë e vërtet. E se diku na i do këtë të rishtep se ç'është e vërtet. Unë jam ai dëshmitar, jo pse jam kompatriot, po pse një emën i një policit Bozh edhe një gjur vinin për Rovecit me një kerë edhe Malishevo Zbratske. Ikshin. Në çfarë trishtimi kemi jetu. Pro ne që kemi jetu e kemi harru. Pro vetë është bashortja jam që ka jetu në mal, edhe që ka jetu në molet e Trijokës, ka po masakra me sytë të vetë, preashtoj vetën prej kësoj poshtërsie, po nona vetë të familja jam, të nona jam, që me gjyshën kra ka udhëtu 30-40 kilometra për me dalë për Shqipëri. Edhe ne kemi harru ato. Sot bashortë jam nuk i merë fëmijët, edhe me dalë me i vendos atje në përmolet e Trijokës me po se qka ka hek një brezi tërë. Pra, nuk o konë qatë që thjerë, sot që na i kemi ditë që shpe na vinë do gjana. Sakrifica madhe e familjes Jashari, javë ka prish për përmbylli kërejt matematikat politike të gjitha akterve politik, jo vetëm shqiptare këtu mrena, po edhe për te i saj. Po pëse se fitoj Katalonia pavarësin? Sepse s'ka bo sakrifica, a e shpolli mënyrën ma demokratike, e shpolli pavarësin. Edhe sot, profesor. 8 milion banor janë. Edhe sot, profesor, jo për të rejsh paralele, për shkak që për festojmë një ditë të shajt në kalendarin tonë. Po edhe sot, nëse ne nalimi të kompromisi. Unë kam jetu, ljani me 1 minutë, kështu mës me zhatë, shumë me marrë një shambull të Finlandës. Unë kam jetu në Finlandë, 3 vite e gjysë. Paka atisarit për autonomin, ose zajednicë që i thejme, ne ka dorë prej Finlandë. Ju nuk i di, se dini, po, Suedest kanë autonomit plot në Finlandë. Pro kanë policinë e vetë, kanë bugjetin e vetë, i marrin shtetit, tuk i opin shtetit, pa di pse mbjetojnë ata politikisht. Se ky fakt nuk përmenet në të ne, profesor, dhe mendoj që këtu mujme me hop debat. Pse fati të dyja e kanë njoft njërën atjetën e në bashkimin kombëtar. Jënë në bashkimin Europian. Pro, ata jënë në familjen e bashkimit Europian, Suedia një Finlandën, Finlanda një Suedien, po komuniteti suedez i ka të gjitha të drejtat të... Po që kjo është... Ne nuk mujnë me përballu, dhe me të kompromiset tona, jenë ka të përballushme, për përmbyllim me këto. A di pse, unë e mendoj dhe mendoj argumentushëm, se mendimi nuk është veç me dhonë shablon, mendimi do të mi pos dhe elementit argumentimit. Profesorë mendoj që, kështum, e kam këtë mendim, të argumentushëm që me Serbien, pse kemi probleme, nuk është as një në kuptimin kështu formal njoja edhe se sa reparacioni i domeve të luftës. Pra në momentin që Serbia një Kosovë, Serbia bi 300 miliard, nëse marrim i shembullin e domeve të luftës Gjermani, Izrael, 300 miliard i bjemi a dhonë minimumi Kosovës. Nes kemi ditë këtu,
Se edhe Zajednica, kur u bon në atë ko, u bon, ta shqyre, unë e kom rëktu 19 vjetë me levizin vetë vendosje edhe, për në me kam qenë kategorikisht kundër Zajednicës. Po ashtu jam edhe sët. Do të me konë edhe sët. Po Zajednica në atë ko, është bë si kompromisi madhë për me njofë Serbia Kosovën. Sët Zajednicën e kemi këthy për sër në normalizim bardhonjeve. Jo, për normalizimi për te njohje. Tash, kër e shep profesor çfarë kemi rrugtu, na e shofimi si shumë gjona ka ardhur atisorit, ka ardhur pak, pëse na kemi qenë paft. Po, më letë të sëroj se veç pak, ndërhyne, po ndaj pa e përfundu mendimin. Po ndërhyne për shkak. Po, dëgjo, problemi ka qenë që klosa jonë politike, do më thoni ka bo krejt këto, edhe 6 komunat, edhe decentralizimin, edhe zonat, edhe Serbishtën e ka fut në kushtetutët, pa e marrë njohen për Serbisë. E Serbia ka thonë, okej, në regull, shumë mirë që i keni bo këto, po tash po duha edhe, për me të njohë, po duha edhe asociacionin. Bilim, tash po tenton edhe asociacionin me marrë verësi, si që ka marrë të tjera. Po tash se kja asë njohën të aveli. Edhe me thonë... Aja nëse respektuat marrëveshja hori që është... Ka përfundu aja. Nuk është bashkështu, po problemi është që... Nëse është kompromisi edhe më shumë. Që është, kjo merit është e Albin Kurthit që ka koqit, ka thonë nuk banë, po më dojë, deri tash, se ditë dhe sa ko me koqit, do më thonë tak porët, tak salepin. Nuk ka me posë asociacion pa e marrë njohin. Pa e njohja, ose normalizimi, se shiko ka shkollë për te njohja, normalizimi o për te njohjes. Së mund shme normalizu ti mardhonit me dikan pa e njoft, ato, mas pore. Aty neni par i marveshis Brukselit është më ta njoft flamurin e Kosovës si flamur komtar. Aja tash ta nje si flamur institucional. Do më honë targa e Kosovës, kur shkërën dhe, po nuk e nje si flamur komtar. Në planin atisarit, kur u shpall, veç unë e kam thonë që këtu është pavarësia mrena, se se dishin. Po së të një pasaportën. Po së një pasaportën, do më thonë që aja, se njohja pasaport, ma dje dhe njohja pasaportës nuk o njohje. Vish pak, në albrev, sësar po flasë, po më një, ati, marë këta dora, kur po flasë po më dëroj. Ja, pratë knatësia, profesor më bo nërvaz. Jo bre, po, kur po folën për ndërhy. Unë po presë për shënoj këtu edhe... Kryk mire, kisa dhe të poj shënime. Ma dje the asë njohja pasaportës nuk është njohja. Asë njohja pasaportët nuk është, shiko, se ka për shambull, Kina edhe Hong Kongu kanë 2 pasaportet ndryshme, po nën sovranitetin e Pekinit. Dhe më thonë, të një pasaportin, po nuk dhe më thonë që... Krimi i ambasadës, Hong Kongu nuk ka ambasadë në Peking, se Kina ka sovranitet bi Hong Kongun. Krimi, hapja e misionit përhershëm diplomatik të Kosovës në Beograd, edhe të Serbisë në Prishtinë, ajo është njohje de facto e de jure. Nuk është veç njohje de facto de jure, sepse aj, kur të shkon ambasadori, atje, aj ka me dërzu e letër kredenciale. Momentin që e pranon letrën kredenciale pe presidentit... Ke simbolet aty. Aty, jo, po si të pranon... Ska ndodhë kjo në rastin Kosovës. Po pa ndodhë aja, prandaj... Se kuptova ndryshë, kërkaj ndjesë. Që qeshtje kam diskutu me gjuriqin kër im taku në Beograd. Këmë thonë edhe unë me konë... Pa flamur. Sot mësë na përmen gjuriqin, profesor, se kena fejtë. Po, kur i kam thonë... Sot mësë e përmen, se kur na kujtu që ke taku me gjuriqin, do të me qitë për studio, së më ndëj. Po, për meritat, apo për... Dëgjo, dhe më zbaj gore. Do më thonë... Të hopo. Të kjo njohja, të njohja, po. Sepse ajo është njohje. Do më thonë, momentin që të hapet, prandaj, Albin Kurthi s'ka pranu as për, do më thonë, më fut në Këshillit të Evropës, pa me bo Zajednicën e me fut në Këshillit të Evropës, sepse atëherë na e kishim put këtë monedë. Atëherë ishtë doft me dhonë edhe diçka tjetër në këmbim të njohjes. Kështu që... Po me ndonë që kjo pak është kompromisi i fundit i Kosovës... Nëse ma nëse lëshompe, edhe pëse ka posa e mësë lëshompe, qëtu është puna mësë lëshompe, do mësë bo mo kompromis, ma shumë se që ke. Se që kjo kompromis i Zajednicës është përtejt pakës atisarit.
është përtej se mos t'i kishim bo në atë kohë këto, na sot i kishim thonë Serbisë ka dalë. Ti bojmë 6 komuna, ta bojmë decentralizimin, hajde njëna. Se kemi pranu. Po tash kur i ke boja e Serbia e po thatë harre ato. I ke bo, se ti s'munësh më këty mra, pa mo, mi diskutu një qeshti që ative